Skënderbeu. I erdhi me njëherë lajmi se Sheremeti, kapetani i Mehmetit, ishte arritur me forca shumë të mëdha në viset e Thrakisë dhe të Maqedonisë. Ai vendosi t'i dilte patjetër përpara, me qëllim që po të kishte mundësi të përleshej me të. Sheremeti kishte ardhur atje së bashku me 14.000 ushtarë për të ruajtur vendin dhe kufit, me qëllim që Skënderbeu të mos peshëkish kollaj më symje. Ai vendosi forcat e veta pjesërisht në qytetin e Hohrit, i cili quhet tani nga banorët Ahlëri, pjesërisht jashtë qytetit. Dhe rreth tij, duke ngritur kudo çadra. Afër qytetit ishte liçeni, nga ku zë Fildrini, lum shumë i madh e shumë i përmendur për morinë dhe larminë e peshqve. Skënderbeu, kur arriti atje, qëndroi e zuri kurth, duke u fshehur me 10.000 kalorës e këmbësor, pothuaj 3.000 hapa, larg që andej, kurse në drejtim të armikut dërgoi përpara 500 kalorës të shpejtë. Në krye të tyre ai vuri pjekun Emanuelit dhe Pjetër Ëngjëllin prej Drishti, të birin e Andreas, burra të dëgjuar sipër nga soji, sipër nga vepra. Skënderbeu i dërgoi përpara me qëllim që po të mundin ta ngacmonin armikun të dilte dhe të përleshej me ta, sepse kishte marrë vesh që ishte atje një far arkëtari. Për gjithë taksat dhe haraqet e Mehmetit, burr fort i pasur, e i dhën pas luftrave dhe që i kishte qef shumë betejat, i cili mund të nxiti kollaj për t'u hedhur në luftë. Anën tjetër, Skënderbeu porositi ushtarët e vet, të cilët u nisën për të ndërzyer armikun, në rast se armiku do të shpërthente dhe do të dilte për të përleshur. I qëndronin sipas zemër, dhe duke hequr këmbë për nga prapa, të bënin sikur po u ambathnin, me qëllim që ai t'i ndiqte këta në ikje sipër dhe të arrinte gjerë në vendin e pustisë, ku i priste vetë. Kështu, Skënderbeu, kur e pa armikun si ishte afruar, doli me një herë nga pusia dhe duke kërcyer nga të katër anët me vrull më të madh. Mbi të e dërmoi dhe e shpartalloi. Nga armiqt, vran më se 10.000 vetë. Shumë u zum gjallë, ndër të cilët edhe vetë arkëtari, bashkë me të birën e komandantit të kampit dhe me 12 burra të tjerë, dhe një rëndësie të madhe. Këta u shpunë të lidhur tek Skënderbeu dhe paguan lirimin e vet për 40.000 florë. Me lirinë e dhunuar nga Skënderbeu, ta e mbushën tër kampin e tij plot e për plot në dhurata dhe peshqeshe. Skënderbeu u kthye fitimtar, së bashku me ushtrinë në çadrat dhe viset e veta, dhe po priste me gaz të madh të vinte nga deti ushtria e krishterë dhe kryqëtar. Për fat i keq, e smirizi që si shndroi gjithçka në petlim të papritur. Ja pak më pas Skënderbeut i erdhi lajmi se Papa Piu, i cili kishte dalë së bashku me forcat e krishtera, dhe kryqëtarët kundër Mehmetit, dhe të cilit i kishin shkuar në ndihmë edhe princi Venedikut, bashkë me senatorët e vet, dhe me një fuqi të shënuar detare, kishte ndëruar jetë. Sa po hodhi këmbë në qytetin e Ankonës. Pas kësaj, ushtria e krishterë dhe gjithë kryetarët u shpërndan sa andej këndej dhe u kthyen në shtëpi të veta. Por meritat plot lavdite këtij burri. Ka vendosur këtu pak gjëra me qëllim që në kundërshtim me gjithë të tjerët, të mos bie në sy se ka meshtur për virtytet e tij, ndërsa pothuaj tërë shkrimtarët kanë shkruar pa kursyer me shumë shije për të. Piu, i cili më pas quhej Enea Silvius, poet, ishte lindur nga baba Silviusi dhe nga nëna Viktori Sene, nga dera fisnike dhe nga familja e stërlasht e Piccolomine. Ai ishte një burr që shuhej për virtyt, që spikaste për jetën e llagart, që dallohej në mënyrë të veçantë për studimet humanitare, burr që të linte në dyshim a kishte më të madh diturin apo gojtarin. Sjellja e tij tërheqëse
jeta nga hera e ndritur bënte të këndshme praninë e tij. Me një dashuri të zjarrt për fen, ai kërkonte rrostësinë dhe madhësinë e fesë së Krishterë dhe ishte adhuronjës dhe mbrojtës më i madh i saj. Duke kaluar nëpër shkallët e hierarkisë krishtere, ai nga senati i shenjtë i kardinalëve u zgjodh pap dhe u nderua nga gjithë sundimtarët e Krishterë si ndonjë ynie e zbritur prej qiellit e prej banesës më të lartë. Ju ka qenë gjithashtu edhe më fatbarti nga të gjithë në shekullin tonë, prirës paqësor dhe atë e mësonjës pothuaj i gjithë atyre që mirëshin atë kohë me letrat tona apo greke. Ai ishte një burr me të vërtet i admirueshëm dhe i denjë për çdo nder, i cili tërë jetën e tij e shkoi duke lexuar e duke shkruar. Ai ka shkruar shumë vëllime, ka përmbledhur si çështje njerëzore, ashtu edhe çështje të hyjnore. Ka hendur historira të shumta dhe të ndryshme, bashkë me pozitën e vendeve më të lirshme. Të gjithë dheut, pothuaj, të cilat s'është nevoja t'i përmendim tani, një nga një, sepse ato janë të botuara dhe në përduar të gjithëve që spushojnë së lexuar. Pap me të vërtet i madh dhe i ndritur, ai e ka përbuzur pasurinë dhe dashurinë mbi të gjitha virtytin, s'është ka pardisur në kohë fatbarësie, as është përkullur përpara fatkeqësive. Shpresa si e ka shtuar gëzimin, as frika hidhrim. Tonë se ka qenë shumë i thjeshtë që mjaftohej e pak gjëra në të ngrënë dhe në të pirë, se është shmangur luksit të shekullit, ka shkelmuar kopracin, ka frenuar ëndjen, shpirti i tij i qetë pasqyra në fytyrën e tij për herë të njëjtë. I rep dhe jashtë përkundër miqve të Krishtit, zemër hapur për ata që pranonin fenë e tij, dëgjonjës jo i shurdër i ungjillit. Diçka që kishu andau të krishterëve të varfër. Kjo maturi, kjo hije e rëndë, kjo mpertësi mendjeje, ky zell për letrat, kjo dashuri për virtytin, shkëlqenin tek ai që në fillim. Por kur i arriti që të kishte në dorë mitrën e pontifikatit, ato shkëlqyen edhe më tepër. Shumë gaditje kundër turqive bëri gjithë mbretërit e princit i ngriti kundër tyre. Por ndërsa po i ngrinte, fati rrëmbeu nga ne. Me vdekjen e tij, Republika Krishtere pati padyshim një dëm aq të madh, saqë ajo vazhdon të vajtojë akoma për humbjen e tij, këshillin dhe ndihmën e të cilit e pati gjithmonë. Dhe në kohën kur shpresonte se do të dilte mbi ujë, se do të merrte frymë dhe se do të arrinte fare së shpejti. Në liman e në vend të sigurt, u plandos nga vdekja e tij e menjëhershme dhe e papritur, dhe tani e tmeruar keq dhe e tronditur nga çdo anë prej barbarëve, qanë e vajton fort e pikëlluar. Kushtarët e Skënderbegas, të cilët ishin kthyer nga dhimbtar e plot lavdi nga fitoria, dhe goditur si prej rufeje nga ky lajm, me të vërtetë i trishtuar, thuaj se kishin mbaruar nga pikëllimi i pamas, që kjo fushat e ndërmarr prej të krishterëve kundër Mehmetit, shkoi kot. Por kundrazi, Skënderbeu shpirt madh e trim, nuk u trëmba as pak nga kjo ata e mëndzyrës e të krishterëve. Das që u trondit nga pikëllimi, por pasi thiri me fytyrë të qeshur, ushtarët e vetë, pasi ngriti sytë në qiell, ka me zë të lartë, dhe me një frikë perëndie shumë të madhe në zemër. Jo Zoti im, Perëndia ime, që i njeh të gjithë, dhe i di para se të bënte, që i ke përpara e në mbështrimin tënd të qartë, si të ta nisësh të kaluarën dhe të ardhmen, që i bën të gjitha me gjykim të vërtetë dhe të drejtë, dhe që i drejton e i qeverisë jo më mirë. Jo Zot, Perëndia ime, dituria ujnore dhe e pamasë, e të cilit s'ka anë fund dhe rregullon botën me ëmbëlsinë, bën nga ndoherë që lutjet e vdekatarëve dhe dëshirat tona të shkojnë kot, dhe nuk lejon që ne t'i plotësojmë ato gjithmonë, ashtu siç i mendojmë. Sepse sado që neve mund të na duken sigurisht të mira dhe të dobishme, por syrin tënd to janë krejt ndryshe. Shumë gjëra që ne mendojmë se do të jenë më të mirë këto, prej teje gjykohen krejt të kundërt.
dhe që ta them me fjalë atë që kam në mend. Asnjë shtet apo popull nuk është aq i fortë, sa që kur s'ka armik jashtë në Moskët as brenda për të ndeshur dhe matur me të dhe për të ndrydhur e shtypur njëri tjetrin me forcat e vet. Me që e shohin veten të sigurt nga rreziqet e jashtme. Makar të mos e kishin rënuar romakët Kartagjenën, shemrën dhe kundërshtarën e vet, të mos e kishin zhdukur armikun e jashtëm, për të patur nga hera se ku t'i trëmbesh. Atëherë me siguri që nuk do të ishin bërë shkrumbehi nga luftrat civile. Nuk do t'i kishin kthyer armat kundër vetes, shteti dhe perëndia e tyre, do që të qëndronte ndoshta tani në këmbë. Dhe në të vërtetë, frika e jashtme, e cila thuhet se është roja më e mirë dhe lidhja më e fortë e bashkimit të bërshëm, do t'i kishte ruajtur e shpëtuar ata. Po kjo gjë duhet thënë tani, ndoshta dhe jo pa të drejtë, për të krishterët dhe për besimtarët. Edhe ne, po të mos e kishim armikun jashtë, po të mos e kishim kundërshtarin që na mbante në shqetësim e në frikë, a dyshim ju do t'i ktheni armat kundër vetes tonë, dhe do të shkatërroheshim të gjithë së bashku nga luftrat e brendshme dhe civile. Prandaj unë kujtoj se s'ka qenë as pak pa dobi për botën e krishterë, që kjo fushat kundër turqve nuk shkoj më tutje, të mos u puktuar edhe më tepër, përsa do t'i jepnim armikut aratinë, dhe për të mos ndezur brenda në vend, në zjarr edhe më të tmerrshëm kundër vetes tonë. Me gjithë këtë, duhet të thënë në mënyrë të padyshimtë, dhe duhet patur e sigurt një gjë, se Perandoria Otomane e cila nisi dhe u rit me tonë, me kurthe dhe mënyrat më të këqija, dhe është e zhitur në krime hyjnore dhe njerëzore, dhe shpejti ka për të përmbysur e për të zhdukur. Dhe siç i thonë një fjalë të urtë, gjë më i mbolli, në më i kori. Dhe asnjëri se mban dot për një kohë të gjatë sundimin me të. Përkundrazi, krishterimi dhe anënjësi e pjetrit, dhe me luar e ndërtuar me fjalët e Perëndisë, është e sigurt se do të vazhdoj për jetë. Prandaj o Perëndi, Zoti i gjithësisë dhe mbreti të fuqishëm, që me mirësinë tënde dënjon të na falësh gjëra shumë më të dobishme dhe shumë më të mira se sa dim ne të kërkojmë, po të lutem me pulërsi që t'i falësh mëkatet dhe ta mbrosh fen tënde dhe krishterimin nga tërbimi dhe furia otomane. Se ky tyran fort i egër, Mehmeti, po ndjek atë pa prerë dhe po përpiqet me shtazërinë e vet ta zhduk dhe ta shfaros. Por duke e lënë tani pak